Drafti i propozuar nga Partia Socialiste për reformën e re administrativo-territoriale është kundërshtuar edhe në Fusharrës. Banor, përfaqësues të shoqërisë civile dhe drejtues vendor u mblodhën në protestë kundër propozimit për bashkimin e Bashkisë Fusharrës me atë të Pukës, duke konsideruar këtë nisëm si një cënim të identitetit, dinjitetit dhe interesave të komunitetit. Protestës ju bashkuan edhe bashkëkryetari i reformës administrativo-territoriale nga opozita Luciano Boqi, si dhe deputeti Gjinxhoni. Nga tubimi, kryebashkiaku i Fusharrësit Hil Curri e cilësoi të papranueshëm draftin dhe shpalli të padëshiruar në këtë qytet një prej hartuesve të tij, Arbian Maznikun. Atësia më e madhe që mund t'i bëjë ti komuniteti kaq vujtur është që fjala e një personi i cili për mua dhe për komunitetin e Bashkisë Fusharrësit është i padëshirueshëm, mas zotit Mazniku që thotë shkrirjet Fusharrësi. Shkrirje, do me thonë, është një fjalë raciste. Ne që çfarë kemi pas, i kemi thënë gjatë ditëve deri në organizimin e kësaj proteste. Zona Veriut, me këto tradita, me 3 qarqe, ka një bashki që është e padëshirueshme, që quhet Bashkia Fusharrësit. Ato që kanë marrë një projekt, do ta shikojnë mirë projektin. Kundër bashkimit me Pukën u shprehën edhe drejtues të tjerë vendor. Në mbështetje të banorëve të Fusharrësit ishte kryebashkiaku i Mirditës Albert Mlyshi dhe ai i Pukës Rok Dodaj. Pushtet vendor dhe autonomi vendore nuk do thotë të heqësh, të fshish bashki dhe të mendosh se po plotësojnë kritere apo kushte. Kritere dhe kushte për Bashkimin Evropian do thotë të ofrosh shërbime qytetarëve aty ku jetojnë ata, aty ku kanë zgjedhur të jetojnë ata. Diskutohet vetëm ndarje territoriale, fshirje e bashkish, shtim territoresh një bashkie, heqje një tjetre, a thu se ky është halli më i madh që ka Shqipëria sot. Nëse duan të diskutojnë për autonomi vendore, për pushtet lokal, duhet merren me kompetencat që ka pushteti lokal. Jepu më shumë kompetenca kryetarëve të bashkisë. Edhe nesër kush do të jetë kryetari i bashkisë, sepse ndoshta dikush thotë të jetë ky apo ai, nuk ka rëndësi. Bashkia do të jetë si e Fusharrës, si e Pukës në shërbim qytetarëve, por që një shërbim nga Puka, një balle, nga Puka në Fierz, ta jetë në ato standarde duhura, është e pamujtur. Sot, është edhe diçka tjetër që kriteret nuk të lanë që në vonë edhe atë shërbim që duhet me e marrë qytetarëve. Ne në sot tu, zbashku me ju, me i thonë stop, jo këtij bashkimi, jo kësaj ndarje, kësaj metode e cila është popullon dheni. Mes protestuesve ishte edhe ish kandidati i Partisë Socialiste për deputet në këtë zonë dhe ish kreu i përgjithshëm i rezervave të shtetit Pavlin Luli. Ai u bashkua kundërshtimit të banorëve, ndërsa gjatë fjalës së tij nuk munguan kritikat ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Kam bën për ta, aq kam pas mundësi. Po kam ardhi kam punuar këtu, isha drejtori i përgjithshëm. Po kur këto kërkojnë që unë trimos dhe shkojmë burg për ata, kam thënë ndërheqin. Nuk jam për tjell, nuk jam i korruptor. Nuk jam me interesat e këtyre që duan me shit Shqipërinë, duan me strukturë Shqipërinë. Unë jam për punë të ndershme, për meritokraci, për drejtësi, për lirinë e çdo njeriu të mbrojë pronën e vet, të mbrojë dinjitetin e vet, të vendos vet për të ardhmen e tij, për të ardhmen e fëmijëve të tij. Në përfundim të protestës, banorët njoftuan nisjen e mbledhjes së firmave për një peticion kundër draftit të propozuar, ndërsa paralajmëruan edhe për shkazimin e reagimit nëse kërkesat e tyre nuk merren në konsiderat. Sipas të dhënave të censusit, Bashkia Fusharrës ka rreth 4878 banor, ndërsa Bashkia Puk rreth 6222 banor. Drafti i propozuar parashikon bashkimin e tyre në një njësi të vetme administrative, një propozim që ka hasur kundërshtimin e banorëve të Fusharrësit.